njoftohemi. 25, dakord. Mos bëjmë një efekt nga ftoja, dakord jam. Ore, Meksi, jam kurios në burë. Më thuaj para se të në emisionin, se... O, vajt jora. Ma thuaj këshu dha, shkurtimisht, si është duku protesta Akshin e dhe gjitha këto më burë? Së si ka shdukur, i ka lënë në hije. I ka lënë në hije, po është normale. Protestuesit nuk janë aqë të organizuar, sa për të marrë me temat e nxehta të momentit, qoftë dhe dosit e fundit që dolën nga SPAK. Që do kishin qenë element shumë interesant për to, për të bërë që më shumë zjarë. Pra nuk u morën këta fare, si shpegohet, Marsit? Su morën fare këto me këto gjërat e... me këto dosit e kësa, pra ngele vetëm të pjesa e turizmit. Mendoj që është informimi, po të ishë informuar në gjëra më sensitiva, dëmë i madhë budgetit. Mungesë organizimit, e mos strukturimit. Në fakt se shërmëndur asnjë nga skandalet, as inshiratorët, as Akshi, as kjo... Fjalimi janë përmëndë, mos... Janë përmëndur? Edhe rrethimi kryeministrisë, atëherë që u bë rrethimi madh i kordonit madh që ishte, u përmëndë edhe Akshi. E kanë lënë që dosjet e të drogës e parave të pista t'i bëjmë pas 3 vitesh, se shu e kanë incenatorët që janë para 3 viteve e bëjnë tani. Ore, kjo u bë baba mora veshe janë velia, ja? Po. Po që ishte një foto që ishe shtrirë Rioni dhe jo gruaja e ti, më burë? Te pete sopata ti? Jo, se ku e pash, nuk e mba më ndërë më Në Facebook te sopata. Që quhet? Po pse ishte ky shtrirë dhe jo gruaja? Ma? O flogu... S'keme re. O flogu, s'keme re, thëmë, ore, se do na vjerë gongu do ikim. Pse ishe shtrirë në velia dhe jo gruaja, më burë, që u bë baba? Me jaj mund shtrihet edhe i vdekur i mund të ngrihet. Jo, s'është foto me jaj, është foto e vjetër e reale. Është reale, jo? Po jo e lindjes. A, nuk ka lindur e Rioni? Jo. Akoma jo. Po qa lindi, më vajzë apo djallë? Që ta urojnë pak të në burë, se njerëz jemi, jo burë? Djallë më duket. Tiroj. Po tiroj duhet thënë se. Tiroj. Çdo lindje duhet uruar, apo jo? Po. Dhe çdo vdekje duhet ngushëlluar. Ore Dio, kur do fillojmë ne më burr, vajti ora 10:02 minuta. Përshëndetje toksor, kemi mbritur po edhe me, ora në këto moment është 22:03 minuta, jemi live këtu në MCN TV si çdo të martë, të mërkurë dhe të premte. Të martë, të mërkurë në orën 10, premte në orën 9. Ky emision transmetohet gjithashtu dhe kjo faqja këtu në YouTube për qefin tuaj, bëni një subscribe. Me qëra fjala, ky është episodi 1102, 23 vjetë, zonë e lirë, me neson të studio Endri Meksi, Endri me mbroma. Endri Meksin s'po jo prezentoj se një vitash më të gjithë. Sebastian Zonja, gazetar plus në MCN TV, Flo Gert Muça, ekspert komunikimi, gazetar Lexo.al dhe Marsit Gupi, pedagog të Marin Barleti, avokat penalist, ligj dhe filozofi. Pa unë burko, ora është 22:04 minuta për gjithë që mbrini tani, le të merremi pak me aktualitetin më të fundit të ditës dhe të javës. Plaset fabula e parë në ekran, Ledio. Dhe rëpëzojmë nga Meksi, me që nuk nga vjen shpesh në studio. Meksi besoj e ke ndjekur protestën, mos e i që ka shen Ledio. Kam një gabim të vogël ke teksti. Okej, regulohet dhe plase prapë. Meksi, arestimi Dritan Goxhajt dhe i 5 të tjerëve, tashmë një po flasim, ata në fakt nuk ishin arrestuar, po të gjithë përdonin këtë fjalë arrestim, është një lloj spekulimi, në fakt ata ishin shoqëruar. Disa të komisariati 1, 2 dhe 4 më duket, po ndërkohë janë liruar. Kanë dhënë nga 4-5 orë dhe janë liruar. Ne më duket kemi dhe pamjet, Ledi do i tregoj tani pamjet e shoqërimit të Dritan Goxhajt dhe ndoshta edhe të 2-3 protestuesve të tjerë
ishin fiks për parlamentit sot gjatë ditës sotme, sa t'i ketë letër do i plasin në ekran. Meksi, për të bërë një transgresim të vogël, a ishte ky momenti i Dritan Goxhaj pikërisht sonte të dilte me platformën e tij për një lëvizje të re politike me atë në krye, pasi arrestimit, duke qenë se u anatemua dhe nga kryeministri i Shqipërisë para pak ditësh, emri i tij doli dhe u bë lajm i ditës për disa ditë me radhë. Sot shoqërimi, pyetja ime është e thjeshtë, në një vend normal me ambicie, një njeri i tillë duhet të shfaqte sot fillimin e një lëvizje politike. Sipas teje, pse se bën? A duhet ta bënte një dhe nëse jo, pse se bën? A duhet ta bënte, okej, deri diku në këmbështrimin që thua ti bën sens, sepse do shfrytëzonte momentin. Po, bravo. Pse nuk e bën? Sepse ndoshta nuk ka në kokë një platformë. Nuk ka platformë, thua. Po, qoftë si inicim lëvizje, platforma avash avash, ka kohë. Nuk do kapte tani audiencë dhe vëmendjen e dur? Ja, nuk besoj. Jo. Se Në fakt ai ka ta bëjmë xhiron e tavolinës shpejt e shpejt. Se shkurt fare. Jo, edhe ti jo. Ja. Flogert? patjetër. Ai ka dhe teza. Ajo shumë i qartë në çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë. Pra ti thua po. Patjetër. Pritë ta zhvillojmë. Marsit? Për mua jo. Edhe ti thua jo. Jo. Pra vetëm Floku mendon po dhe unë. Edhe Meksi deri diku. Jo, Meksi. Për momentin tash po. I çedon Por që të ketë platformë teza. thash. A e shef Dritan Goxha një të ardhmë me kryeministët e Shqipërisë Meksi? Jo. Jo, s'ka asnjë skenar. Po pse jo? Po pse po? Plotson disa kritere të rëndësishme. Cilat kritere? Një e panashtrim. Okej. E dyta ka qenë luftari i UÇK-s. Okej. E treta nuk ka frikë nga vetmia. Jam serioz. Okej. Më kanë thënë njerëz që e njohin, unë vetë se kam dokumentuar. Pra kur them nga vetmia është njëri që për shembull mund të jetojë në mal pafund vetëm. Ngjitet mali dhe Pra jeton ta vetë. bëj zyrën e kryeministrisë në mal po thua. Jo. Na shkoi dëm ai parku aty brenda kryeministrisë. Jo, unë tani po them për disa karakteristika që Po to mund të jenë karakteristikat e një djalë të fuqishëm fizikisht, të shkathët. Po pse jo për kryeminist? Mashkullor, po e bë kryeminist. Po pse jo, më thuaj pse jo. Shiko, Simpatik, më fal, simpatik është, ka bisht kali nga mbrapat e flokut, nuk është gjë e vogël. Bisht kali. Po. Bisht kali pra. Po. Nga mbrapat e flokut, unë për shembull imagjinoj profilet jo, klipart, jo fytyra e atij, një hije me atë bishtin e kalit të gjithë të dinë që është Dritan Goxha. Ajo do ishte logo, unë për shembull po të isha në vend të atij. Duke si Highlander. Duke si? Highlander. Highlander, dakor, se të zdi anglisht, po çon si ka. Futbollist. Meksi. Shqipe që me këtë sy të lutem. Se shoh do të më. Të lutem fantazo pak mes. Unë di ti ke mbaruar shkenca, ke mbaruar matematikë, je shumë racional. Fantazi shumë e vështirë për ta Po realizuar. pse më Meks, të lutem, për hir të bisedës. Shoh më shumë kryeministë Gent Prognin se Dritan Goxha. Gent Progni është IT, ka punuar në media dikur apo jo? Jo, është marrë me faqet e media. Nuk ka punuar me media. I cili është gjithashtu një tjetër protestues, Edhe firmëtar të ajo lista e 15 firmëtarëve. tishe më shumë Gent Progni. Po. Shoh më shumë se Dritan Goxha, jo se e shoh Gent Prognin. Më shumë se Dritan në raport me. Okej, sa të vi fantazia, me Jo, nuk vjen. Nuk të vjen. Jo. Po se Tira dëgjoj. fantazi, po duhesh, po jo kjo. Po të lutem, sepse tani ti e di që në emisioni im shquhet për këto gjëra. Që merrem pak, e ngjyrosim pak personazhin, mos e lëm kështu kaq ftohtë. Pse Genti, aty Genti për shumë e një vet. Her pas here keni pasur edhe polemika. Kërkon të jetë më shumë protagonist. Ka kohë që e kërkon protagonizmin. Në rrjetet sociale, në media ku del i ftuar, në arenën e spakut, me kallëzime qoftë në letër, qoftë me gojë, e pastaj për media, pra kërkon në një farë mënyrë vizibilitetin e dikujt që mund të kandidonte të propozojë, të vetë propozojë. Edhe Goxha e ka ato. Jo, nuk është. Jo? Nuk më rezulton. Ka vite që del në media. Kishte kohë që s'dilte. Atë ditë që doli papritmas në protest, ishte pothuajse nga zero o ditë. Ditët e mëparshme nuk që përmendur. Jo, ishte më po dela një për media në Po emisione. t'ishte shem ditët e mëparshme them në protest, jo në media. Jo, unë them media, më në media. Kishte kohë për dalë në çdo rast. Jo, pse kishe kohë po? Jo, me s'ka dalë po ka qenë për televizion tani, të përmend unë disa herë. Në maj, në prill, në mars. Po më. Okej, ndoshta, ka bëjmë unë. Po më vaj kam parë unë bile ka bërë polemika të forta shumë. Një ditë ira Beleri dhe bëri keqe. Tani që shote do pamje tu, unë e kuptoj pse ke qeftit, ngjamë Teodor Kekon. I ngjason pak Teodori, është e vërtet, bravo.
Po në fakt nuk e mendova atë. Nuk është se e kam qef. Ke instinktive. Vazhdim fantazin. Bravo, dakor. Po nuk është se mendova Teodori kur edhe as qef se kam. Po ke instinktive pa e Nuk e kam qef. Nuk e kam qef. Mendoj që me ato që më ka treguar Kulla, që e njeh nga afër, më ka forca cilësi që ky i kap të pazakonta pra, jo si njerëz të tjerë. Dhe kam thënë vetë ambicien e ka. Paraqitjen e ka, okay? Pa, është ta vazhdojmë fantazin. Imagjinon me Macronin takim në Elize? pse jo? Se jo, më. Hajde. Futuni lëmë, mos ulini vetëm mua me mes. Paketi është dedikuar për ta masakruar sa më shumë imazhin e tij. S'është qëllimi im, kështu që prandaj nuk e shoh në Është para gjykim. Nuk është para gjykim, Është para gjykim. absolutisht jo. Kjo është para gjykim. Unë herën e fundit për Goxhen, përveç se e kam cituar çfarë ka thënë ai, që mund të jetë dukur sikur unë e kam atakuar, por qoftë unë të atakoj duke thënë që Meksi ka thënë në Mars kështu. Tjetra kam thënë që përsa e njohë personalisht, dhe unë e njohë personalisht, jam ullur me të, është një burr i mirë, i ndershëm, parimor, edhe kaq. Por nuk ka asnjë problem as bishti, Problemi as për mua mjekra, është atu më është shtesë për mua është gjë e bukur. as mjekra, aq më pak fiziku në tërësi për shkuar në Elize. Përkundrazi, gjithë do e kishin zili. Dritan Goxhen në Elize. Ti ke pranë me këto rroba, imagjinoj me kostum, me kravat, me të gjitha, kupton? Mos e shif kështu. Pra, Po, edhe trim edhe me kravat. Çka kuptimi ka pastaj? Iku trimëria. Po pse Alxolani ç'a është? Siri. Ai si trim do trinat. Dëgjoj, shokët e Alxolani veshi kravat, Alxolani ke marrë hedhën, ti e di shumë. Shokët e Goxhajt kanë qenë gjithë në Elize. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, Mi dhe busë jesh jafet shumë. Në Kosovë. po patjetër, Jo shokët e tim në Tiranë. Ali Ahmeti, Flasim për dy realitete shumë të ndryshme. Për te dëshirës së atyre protestuesve për realizuar dhe bashkimin kombëtar. Do flasim për to. si kryeministri i Shqipërisë, po ne kryeministri i Shqipërisë Ja, një sekond. kemi patur, më fal, kemi patur doktor, kemi patur profesorin babajnë tënd të nderuar, kemi patur piktor, kemi patur ekonomist, kemi patur shtangist, pse mos kemi edhe një ushtarak? Aq më tepër në këto kohë që jemi, në këto kohë na duhet më shumë se kur një ushtarak. Në kohë luftrash, në kohë pastaj e ngjet dhe F-15 na ka thënë Sebastian. Dhe Gupi ka një ide krejt origjinale se si do zbresin Elizej. Po, sepse... Në Saltro. Sebastian na tha që mund të jetë i vetmi që di t'i japi një F-15 dhe mua më erdhi direkt në mend skena për shembull që Këshilli i Ministrave, kabineti bashkë me zotin Goxhaj, që zbret Francë ose në shtetin Elize dhe zbresin nga i F-15. Kur i bën Putinit tilla shoh pse mos i bëhet zoti Goxhaj. Mendoj një. Se? Po nis mendimi. Akoma, ha? Ja. Dakor. Pes ka hyrë akoma se shfillimi do hysh, po kam prizën më në orën 11. Ha, kur të mbaroj. Se di, nuk e shoh. Domethënë nëse ai hyn në garën për të bërë një subjekt politik, Po pra, po. do të doj kohë për të mundur atë hegemoni që ka PD-ja dhe PS-ja. Do doj shumë kohë. Mund të jetë i vendosur për t'i shkuar idesë të tij në fund, por unë shoh këtë. Kjo po që do të kishte mundësi. Që? Me hyrjen tonë në BE do të fillojnë shfaqjen edhe partitë euroskeptike. Dhe besoj se ai do të drejtonte një Goxha i thotë është në këtë, është në këtë linjë. do të mund ta drejtonte një subjekt, fryma, jo vetë ai, se po e themi pas disa vitesh ai zgjidhet jep dorëheqjen. Është sovraniste që kam dëgjuar kur flet, është Por në sovraniste. këtë Po më të zgjidhin kuadër vetëm po për to. mundet që të jetë nismëtar i një subjekti, po themi sovranist. Kjo po. Atëherë pse më thësh jo, nuk është ky momenti për të futur? Për të bërë atë lançon vitale. Edhe Albini dikur ka qenë me flok gjata, Pikërisht më për të mos shkuar më larg pas Pse s'është ky momenti për të bërë lançon vitale vëlla? Pse? Çfarë do më shumë se kaq? Çfarë duhet? Ne nuk kemi nevojë aktualisht për një subjekt të ri politik. Në Shqipëri ka mbi 80 parti, 76-80 parti. Mos zëgjero se tani. Po ke më parti sa duash ke sot, nuk është se s'ke parti sot. E dyta, lëvizja që është në shesh, është lëvizje heterogjene, ka shumë ngjyra brenda. Pra, nuk do të thotë detyrimisht që gjithë ata që dalin shesh t'japin ty votën. Vetëm ky po reziston. Pra, ti duhet të nisësh sot punën që të përfundojmë mbas 10 vjetësh që ti ta strukturosh një subjekt politik. Nëse ka ndërmend që ta bëj, le ta bëj. Por ajo që unë shoh dhe që jam i bindur, ashtu si në çdo vend të Evropës, edhe këtu do të ketë një subjekt euroskeptik pas shumë vitesh kur ne të bëjmë pjesë e Ne BE-s. nuk po themi do bëhet nesër më burr. Tema ishte ky momenti më i mirë Marsit. Në futur. Sidomos me arrestimin që i ka ndodhur, me arrestimin që i ka ndodhur sot,
dhe me faktorizimin që vazhdon në bëhet. I rave kryeministri. Ka herë edhe po mos ishte i prirur për gjërat, kur gjërat drejtohen drejt, duhet bësh i prirur. Bravo. Pa duhet dish ti Kjo pra ishte, faktet në favorin. kjo pra ishte dhe ideja ime se jo shtrova, jo hapa të bisedë. Kuptova qartë, pa ti thua që duhet nxitur vullneti zotit Goxha që shfryzoj kontekstin. Dhe është ere dy që e bëjmë në këtë Dojmë studio. politike. Është ere dy që e bëjmë, e bëm dhe i di tjetër. Po. Shiko, në raport me vokacionin e tij publik, me mënyrën se artikulon për tezat që flet. Unë e kam thënë, ai ka ato kategoritë që kërkohen në shkencat e komunikimit dhe që janë të cilësuar që në antikitet, ethos, që është besueshmëria e atij që flet, dhe ai ato që thot të jep bindje. Duket që ka, po pra. I beson, po. pa nuk ka rëndësi qëndrojnë. Në radh parë ka rëndësi ajo që ti thua. Pra nuk është fake, pra. I beson E edhe dyta është pathosi, turmës, pra domethënë ti je njëri që di ti udhëheqi emocionet e turmës, dhe përderisa ata e kishin zgjedhur pak përpara se thanë që kërkesat politike të cilat u parashtruan e kishin zgjedhur këtë si përfaqësues. Dhe e treta është logosi ose që quhet arsyeja racionale, pra në gjërat që kërkon ose si thua në qëllimsinë ose në funksionin ku do të dalësh, të jenë të arsyeshme. Ata kanë kërkesën e ndryshimit të elitës politike, pra mendojnë që gjithë elita politike aktuale është bashkë, kanë disa vite që kanë kapur sistemin, infrastruktura politike pretendojnë është e lidhur me botën e biznesit, me botën e krimit, shkëmbejnë favore, dikush je para, dikush siguron votat, dikush garanton mbrojtje politike, dhe ata mendojnë që ky establishment duhet thyer. Dhe kanë zgjedhur disa raste sporadike, siç është rasti i Zvërnecit, investimeve, Zvërnec edhe situata e fundit, situata në Rrjedhë dhe një sër situatash tjera, të cilat mendojnë që janë situash zgjatimi ose epifenomeni i tipit. Letërim pak të personazhi. Flogert Mex. Mbase ne na duket, pastaj nuk i vëmë rëndësi këtyre detajeve, por për njerëzit që ashtu, që pësojnë vetë, pra që janë vetë në lojë, si të thuash, që janë ose viktima ose agresor ose dhunuar, është shumë e rëndësishme raporti që krijojnë me masën që i shef. Nuk është gjë e vogël që kryeministri i Shqipërisë, vëlla, njëri që ka 13 vjet në pushtet, me 10 pushtet që ka. Dakor? Nuk është e rëndësishme që të përmendi njerëz cilët nuk do kishin asnjë vlerë. Fakti që ai e përmendi. Dakor? Fakti që u morën gjithë ministrat mbrapa me të. Janë atë mua. Gjithë enturazhi socialist. Tregon që ka një vlerë, Meksi. Mund merresh kot me njëri që s'ka vlerë. Pema me kokra. Bie pemës me kokra. Mex Flogert. Jo, nuk jam dakord me të këndvështrim. Se, me je për kundër. Irana ati, sepse ishte personi më konvenient që u doli në skenë pas 20 ca ditëve protest, për të dëmtuar protestën. Po pse e dëmton këtë protestën, pra? Qa ka? Se nuk përfaqëson protestën. Nuk qëndron asaj që thotë Flogerti, me aq talent e shpreh kur thotë që u zgjodh. Nuk u zgjodh gjikundi e zotëria për të përfaqësuar protestën. Doli foli ai dhe ju pëlqeu një pjesë për të identifikuar protestën në tërësi me figurën e tij. Me këtë s'dua të them që figura e tij ka mangësira apo ka cene apo mbart probleme, po nuk përfaqëson protestën. Kaq. Dhe kjo ishte një manovër PR-i, po të fokusuar të gjithë tek Jo, ma figura e tij. ai përfaqëson vetëm protestën. Okej, më në rregull, i lidh pas shëndimit Ti e tënd. di mirë këtë sepse Jo, se di se jam dakord fare me atë. Di faktet. Njëri i cili del dhe prezanton pikat që i mbështetë gjithë protesta. Jo, si mbështetë gjithë protesta, nga e këtë përfundim. Nga ata që organizojnë protestën, askush nuk ka thënë të kundërtën e tij. I pyetën ti, intervistove me radhë, i morën 1-1. Po sepse kanë folur dhe kanë thënë gjithat kërkesa, marrin mikrofonin ata. Ata që flasin aty. Ata që flasin aty, ata që zotrojnë fonin. Ata po patjetër. Ata janë organizatorët. Jo, s'janë organizatorët ata mbikë. Po bësuaj tjerë. Janë qytetarët e Tiranës. Njoft plot nga ata që dalin protestë, nuk dalin me këtë këndvështrimin tënd se i thirrë Ditan Goxhaj apo ata 13-14 tjerë. Meksi, në momentin që unë ta lë mikrofonin dhe pajtohem duke mos thënë ma jep mua sepse nuk mendoj kështu, unë në një farë mënyre të kam deleguar që ti e pronari këtu, se ka marrë mikrofonin, po flet tani ja. Është një paralele. Patjetër, pronari atje janë ata që kanë mikrofonin dhe njerëzit që nuk... Ata janë pronarët e mikrofonit. Te sheshi përpara kryeministrisë. Sepse në qoftë se do kishte njerëz që do donin të thonin diçka ndryshe dhe nuk i jepi mikrofoni, do gjenin një mikrofon tjetër për ta thënë. Fakti që ata mjaftohen me shtuhet nga i mikrofon, do të thotë që ata e pranojnë. Ke plot qytetar Tiranës që shprehen në rrjetet sociale në Facebook dhe nuk ndajnë ose nuk thonë të paktën, nuk mund të them që nuk i ndajnë, por nuk shprehen me linjën e zotit Goxhaj dhe tyre 13 antarëve të tjerë që janë firmatarët aty asaj listës me pika. Ata janë shumica them, nuk po them që është absolute si shumica. Jo, s'jam dakord. Dakord, më? Kjo... Meksi, më falë, dhe diçka. Goxhaj është zgjedhur pikërisht
Ai, pa të zgjedhje. sepse jo është zgjedhur nga Rama për të marrë në të, sepse është i vetmi rrezik dhe i vetmi njeri që ka qëndrim të qartë. Pra në qoftë të tjerët thonë dorëheqje, zgjedhjet parakoshme, ndrysho ligjin e mëse thash, ai është i qartë. Ai thotë, një, klasa politike, kjo klasë politike meriton plumbin balli. Është i qartë ai. 2, Amerikanët dhe Izraelitët janë shtete terroriste që kanë bërë terrorizëm në Palestinë. 3, këtu ka nevojë për një revolucion e mëse thash. 4, pra, ai është i qartë. Dhe Rama i druhet pikërisht kësaj. Dhe ata të tjerët, gjithë tjerët, që thënë Rama në Burg, Berisha në Burg, janë shumë të qartë, kanë kaq të thjeshtë me 2 fraza. Po kjo është më i fortë, më. Jo, nuk është më i fortë se ata që gabim. Jo, më jo të pëlqen ty të ato janë të përgjithshme, ato Rama Burg, Berisha në Burg s'është asgjë. Është këngë. Pse protesta u ngrit për Izraelin dhe Amerikën? Akt politik është plumbi vlla. Akt politik është Avni Rustemi. Protesta do heqë Netanyahu apo do merret me Ramën? Se s'po e kuptoj. Protesta është kundër Netanyahut në Izrael apo është për Ramën? Jo, tregon të ardhmen e Shqipërisë, më ka i vizion ai, zotëria. Ai ka një vizion për rrugën e Dhe Shqipërisë. ky nuk është vizioni i të tjerëve që janë protestë. Tjerët e kanë përshëndetur dhe sot po preket Dritan Goxhaj dhe s'është vërtet. Dritan Goxhaj ka nga ana tjetër dhe një ekip fantastik që i kemi dhënë miq. Po, miq tanët dhe të Dritanit, të cilët janë gati të bëjnë betejë për Dritanin, të jenë në krah të tij për luftën politike. Jo mos është prallë. Pralla dhe gjepura. Jo, s'është prallë. Lojra Piari, pralla, gjepura, fantazira. Pa të bëjmë erotike si sa në fillim, fantazirat edhe shohim një gjë më të bukur. Unë po të citoj vetëm fakte o Meks. Pa zero fakte, vetëm fakte s'the. The pralla Piari, kaq. Jo vlla jo. Zero fakte. Plumbi ballit e ka thënë. Plumbi ballit ta marrin dhe volën në njëri të ballit ai ka bërë asgjë të tillë. Pse më thua nuk po thua fakte? Po këtë ka thënë pra. Po dhe tjerë ka thënë gjëra, më dhe tjerë ka thënë Rama në Burg, Berisha në Burg. Më të fortë fakte ato. Më të fortë të them unë në Burg. Ato e thot ai. Pralla. Ai është gati thot. Më pyet, kam zgjidhje. Po të përgjigjem. Ai ka zgjidhje vlla, ata nuk kanë zgjidhje. Ata kanë kërkesë. Ai s'ka asnjë zgjidhje, zero. Ai s'ka asnjë zgjidhje, zero. S'ka propozuar asgjë që qëndron. Vetëm gjepura dhe pralla. Unë s'po mbaj qëndrim, unë thjesht po e citoj. Megjithatë, jo, nuk po e citon saktë se ja vure në kurizë gjithë protestuesve, nuk është e vërtetë. Intervistove të tjerë nga diaspora para 2 javësh. Ka thënë plumbin ballit? Jo, ja vure fjalët e tia, ja atribuove, ja përcaktove të gjithë protestuesve të tjerë, se përfaqëson ata, zgjedhën nga ata. Jo, s'është e vërtetë. Sepse ata nuk kanë ditur të distancohen nga ai. Dhe po nuk u distancove, do të distancohen ata, do të pyesin ty, me dalin çështë Tiranës. Do të marrin dorën ty. Ti mbaj të linj, vazhdo të linj. Nuk kam atje. Po as kam mend. Po ti jam atje, siç je ti për shembull, unë do dilja atje, po atje çfarë? I kam parë që janë ndryshe. Po pra. Ndaj mendimin tënd. Po pra, po ndryshe do të thotë të dalësh dhe të me efert atje po kundër protestës, me se kemi pasur të duam dinë qendrimin tënd. Po sot janë gjithë për protestës. Edhe ti je pro. Unë kam qenë që ditën e parë, po janë gjithë sot, kështu që bëm pyetjen gabim. Sot kryeministri Rama është për protestën, sot do reflektojmë. Para se të vija në studio, po lexoja analizën e zonjës Dena në intervistë në RTS1, ku kishte thënë që shumë e mirë protesta, kështu që nuk shoh ndonjë problem. Atëherë ka ndryshuar klima. Si ka mundësi atëherë, më duket mua apo po kaloja i momenti i parë, kaloja ideja çfarë ndodhte nga protesta, u bindën që s'ka gjerman, francez nga pas. Është kurrë, po datkata do shihet nëse të kurja ishte. Katër korrik? Po. Katër korrik ka lënë për ditëlindjen e Ramës apo për festën e Amerikës? Festën e Amerikës. Nuk është ditëlindja e Ramësit. Ose thjesht është unë. Si është una para 2 javësh e diasporës. Katër korrik i bie e shtuna që vjen apo jo? Tani më. Pa të shtunën, si çdo të shtunë. Qartë. Dëgjoj. Atëherë unë them, nëse unë me qëllime hapa këtë gjë, në fakt mundet mos e kisha hapur fare, e kaloni me 2 fjalë që u arrestuat, po megjithatë për të vënë një pikë, gjithë liderët o janë arrestuar o janë rrahur i herë. Pikërisht. Jo, janë rrahur. Do të arrestuar Unda dhe do të rridhi Gjaku. Edhe arrestuar Fatostan. Ishte në tjera kohë, kanë ndruqë atëre monta. Edhe Erjon Veli, të gjithë kanë kaluar në për këtë rrugë. Dhe edhe një detaj fare i pa që nuk i shkon njeriu të mendje në fakt, të nuk është ndonjë. Si shpjegohet, sot u arrestuan 6 veta dhe vetëm për Goxha në fol. Dëgjuat ju në emër tjetër? Unë s'dëgjova asnjë emër tjetër. Vetëm për këtu u fol. Prandaj, edhe rjeti për Goxhën foli. Edhe rjeti për Goxhën. Do ngrisë nga kjo premis dhe pyetja ime që ju bëra, sepse se kam vënë pyetjen atje, sepse ajo do ishte pastaj pak e tepërt. Pyetja që fillon nga Meksi dhe që vazhdua dhe juve, ishte kjo që ora si ka mundësi që i mirë apo i keq, i drejt apo i pa drejt, i dashur apo i pa dashur për publikun. Nuk ka rëndësi, këtë se cili gjykon vetë, janë të lirë njerëz ta bëjnë, por fakti që u identifikua ky person me emër mbi emër, do të ishte duke marrë
ai ose dikush tjetër ta kishte marrë dhe kishte thënë ky është momenti jot. Bë slançon vitale. Marsit. Do thoshe një miku jot. Se nuk e bën slançon vitale. Mund të dështonte se Meksi thotë që s'ka platformë për shkak. Po ai slançon mund ta bënte. Ai ka teza. S'ka rëndësi. Zoti Goxha ka teza politike, në kuptimin që ka një qendrim politik. Por nuk ka shprehur ndonjë vullnet ose në vokacion për të qenë lider ose për. Po kjo më çudit mua më burr. Edhe kjo pjesa, si lider dhe thotë nuk jam lider. Edhe mirë. pjesa që më kanë zgjedhur organizatorët e kësaj proteste që unë lexoj këto pika, tash i varet kërcërcon organizator. Sepse qëndrimet e tij për të vërtetës janë qëndrime pro-islamike, pro vendeve të lindjes, kanë një lind kundërt me raportin që ka me perëndimin Shqipëria. Ka qenë gjithmonë kështu apo ndoshta kohët e fundit tani sipas luftrave? Ai thotë që shprehet sipas kontekstit. Ai thotë që dikur unë kam qenë thotë një nga pikat e kontaktit midis UÇK-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po pikërisht, prandaj po them, nuk është se ka qenë kundër amerikanëve gjithkohon, por në luftën me Iranin mund të ketë bajt një qendrim. Ka thënë për shkakun kjo është luftë e padrejtë, duhet ta bëjnë amerikanët. Jam dakord me Serbin, besoj do të ketë me amerikanët. Besoj shumë me naivitet. Prandaj po them pra. Ka mundësi. Pra, nuk është puna se ai ka qenë gjithmonë pro-iranian, se edhe këto janë akuza shumë të rënda t'ia bësh njëri. Mirë, shiko, në një moment pro-iranian ai. Të mbash një qendrim për shembull për një çështje kontekstuale, pro Putini do thotë që jam me Rusinë, jam me Putinin. Varet nga konteksti pra. Ka të konteksti. Pjesa që është rejset ai ke drejtë, është pjesa një e pamjes, se dy e natyrës tipit ti që është atlet i formuar ka këtë natyrën e trimit, mund të jetoj si asket vetëm. Ti e pa të idenë që nuk bën pas. Por zotëri, F15, Allah. E di që është F15? Do ishte krenari për një vend të vogël si Shqipëria, vëlla, se ne jemi shumë të vogël, të vegjël nga ndonjëra duke vetes kur jemi kërfizë e botës, si jemi asgjë. Jemi një lagje është një çmenduri. I jep F15 tipi vëlla. Unë e di që nuk ka të tjerë shqiptarë që japin F15. Ne s'do blem kur F15 po nuk erdhi Goxha në krye të qeverisë. Meks. Ky është një detaj që për mua thot shumë. Jo, më mendoj atë gjë në kohë ti flisje. Po mendoja pse ti se përmendi asnjëherë në ato ditët që ishe zjarr në statusin Facebook pro protestës. Ka qenë deri të premten e kaluar para 10 ditëve, 11 ditëve. Ti ishe shumë aktiv me status, pa ndalim, 2 premte përpara. Para datës që erdhën ata protestuesit e diasporës, që bë miting më i madh. Po për mua. Po ty. Po s'kam Facebook fare. Ti s'ke Facebook. Po si jam unë atje, është Arian Çani fake ata se diti. Nuk jam fare të betohen. Ka disa Arian Çani që shkruajnë, unë s'kam sem në as Facebook, as Instagram, as gjithë. Okej. Të betohen, po ti s'ke faj, se edhe unë i shoh ata nuk kam çfarë bëj, se s'di se si të bllokoj. Dakor. Sa i lezetshëm Meksi e po. Se ishe gati për të ndonjë gjë tani. Jo, e lash, tas asgjë. Me gjëra fjala, ky është momenti që ne të bëjmë një xhiro, ikim furnizojmë pak gup se pastaj çek motor. Po. Le të ikim pak në ESP me Meksi me gjithë dynjan që jemi këtu. Që të ndërzo ndërkohë. Po furnizojmë, jo. Ja për karburantin. Jo. Furnizojmë pak. ESP Ili miq, është i vetmi karburant pa hile. Ky është momenti që të nisuni me kast, mos ju kam thënë 100 herë. Mos fusi çdo lloj zorre në makinën tuaj, s'do hani dynjan, dakor? Që s'doni karburant të mirë pa hile, do shkoni te ESP Ili, fiksoni mirë këtë logon këtu dhe thoni do ikim me kast të furnizohemi te ESP. Ke gjithë anthem për Tiranë dhe sa dilni nga Tirana, fiksoni logo dhe nuk do harroni, dakor? The Fuel of Champions, bravo Said. Papar Saidi. Ledio, kemi në një pauzë vogël apo do vazhdojmë direkt pa tranzicion? Kemi pauzë. Tani po Meks, mund të japësh pa merak.